gjendja ekonomike e shqiptarëve po rrokulliset me shpejtësi. Institucione serioze të pavarura dëshmojnë se 4 vitet e fundit kosto e jetesës së shqiptarëve është rritur 60%. Është rritja më e madhe pas Iranit, Haitit, të cilët dihet që janë në problematika, njërin në luftë dhe në diktaturë, tjetrin në sundim në bandave, si Shqipëria. Çmimet rriten çmendurisht. Sot, Shqipëria ka naftën, është njëri nga 8 vendet me çmimin e naftës më të lartë në botë. Qeveria shqiptare kryen vetëm një detyrë: vjedhjen e fondeve publike. Treguesit janë katastrofal. Vetëm 8%, 5,8% e projekteve përfundojnë. Të tjerët avullojnë, grabitën. Korrupsioni vjedhja në tendera arrin në vit në 1,2 miliard euro. Vjedhja në tendera të i kalon fondin e pensioneve të Shqipërisë. Vetëm në tendera. Shpalljet se Shqipëria investon 10% të prodhimit të brendshëm janë një mashtrim i paskrupull. Për të arritur në këtë shifër të pavërtet, qeveritarët llogarisin tendrat e dështuar, e anulluar. Fakti është se investimet arrin gjithsejt 4,9% arrin në shifrat më të ulta në Europë. Akoma më katastrofal është finalizimi i projekteve. Gjithsejt 5,8%. Do thoni ju shteti falimentuar, shtet hajdut. Kompanit nuk përfundojnë asgjë në fat, sepse ndajnë parat me qeveritarët. Ndaj dhe rruga këtu ndërton shkon si shkoj rruga Gjuks Qaf Ploç 16 vite. Rruga e Arbërit 14 vite. Dhe rrugë me radhë, dhe punë publike me radhë. Në themel të gjithë këti në pamje dështimit madh është vjedhja e madhe
e fondeve nga qeveritarë. Qëndrimi ndaj dhe rënja katastrofale e transparencës në prokurime, nga 80 pikë që ishte në vitet 2010-2013 sipas Tender Europe, ka zbritur në 64 pikë në vitin 2026. Rrokullisje e pa imagjinueshme. Si që tregon dosja Balluku, famzeza Balluku, rrugët ndërtohen me çmimin 8-12 herë më të lartë se në Bashkimin Evropian. Parat vidhen nga ministrat, drejtorët dhe mediat e tyre. Akshi shënon modelin më mafios, në qoftë se PSD-ja ishte një model i bashkisë, Akshi është model i lindave dhe Edi Ramës. Akshi është model i krijuar me firmën e Edi Ramës. Sepse në vitin 2017 ai vendosi që të gjithë tendrat në fushën e IT-së në Republikën e Shqipërisë, high-tech-ut në Republikën e Shqipërisë, të centralizohen në duart e lindave të Akshit dhe të Suvenit. Në një kohë kur praktika kërkon që ato çdo institucion të ketë të drejtën e mirëmbajtjes, të përmirësimit të tyre. Por duhet që parat të vinin, që ajo të bëjë një sukses i madh, siç e thoshte Edi Rama, dhe parat të përfundonin në Suvel. Pra, situata është dramatike. Partia Demokratike ka një program, ka një përgjigje por të gjitha këto probleme. Programi i saj është programi më i shkëlqyer, i studiuar nga institucione më serioze në Europë dhe në botë. Por ky program kërkon angazhimin e shqiptarëve për të larguar këtë të keqe të madhe, për të larguar Edi Ramën. Ndaj dhe ne, pas përfundimit të proceseve në parti, vazhdojmë serin e kryegëritjeve tona paqësore, gjerë largimin e narkoshtetit Edi Ramës nga qeveria. Faleminderit. Paralajmërua të për vijimin e protestave, si do të jetë aksioni opozitar dhe a do të jetë kjo verë e nxehtë për opozitën apo do të marrë pushimet? Faleminderit. Opozita nuk ka pushime. Opozita ka kryengritje paqësore, betejë të pandërprerë me mafjen më të rrezikshme të Europës dhe njërin prej më të rrezikshme në botë. Ndaj dhe ne, që i kemi shpall luftë mafjes, në emër të shtetit ligjor, rendit kushtetues, transparencës, të drejtave të qytetarëve, nuk mund të kemi asnjë pushim.
betej, betej dhe vetëm betej. Zoti Berisha, në datën 23, demokratët do të thirren për të votuar sërish juve për një mandat tjetër 4 vjeçar në krye të Partisë Demokratike. A do të bëni fushat apo jeni i qetë duke qenë se s'keni kandidat përballë për këtë zgjedhje që janë 23? Unë të bëj fushat? Po. Siç keni bërë, siç është zakoni që kandidatët drejtojnë të antarësia për të marrë vota. Me datën 23, antarët e Partisë Demokratike janë të ftuar në një proces, një antar, një vot, të shprehin votbesimin e tyre për Sali Berishën. Dhe me këte mbyllet në mënyrën në votimin më transparent procesi i zgjedhjes së kryetarit të Partisë Demokratike. Ky proces, duhet të sqaroj, ky proces i cili u përfol nga ligësit në mënyrën më të pa përmbajtur, shënon formën më demokratike, procesin më demokratik të zgjedhjes së një lider i partije. Por, natyrisht, prania e kandidatëve është një diçka shumë e mirëpritur në këtë proces. Por e vërteta është se në 75% të rasteve kur në garë është kryetari, për fat jo të mirë, të tjerë nuk hynë në garë. Pse nuk hynë në garë? Jo se s'mund të hynë në garë. Mund të hynë plotësisht, por sepse nuk dëshirojnë të angazhohen në një garë që nuk kanë të sigurt rezultatin. Dhe kjo nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është në Europë dhe në botë, kjo është statistika e kësaj lloj gare. Shumica e partive politike në botë nuk e zgjedhin me një antar një vot kryetari. Jo. E zgjedhin me forume. E zgjedhin gjerë me aklamacion, me drutrokitje, dhe merret si ekuivalent vote. Ne e zgjedhim me praktikë një antar një vot. Partia Socialiste e ka në statut një antar një vot, po nga 2009 gjerë tani, as një antar i Partisë Socialiste apo i linjes mafioze nuk është thirrur, nuk ka patur mundësi, nuk është lejuar të votoj për kreun e Meduzës. Dhe tani, mediat e kontrolluara nga Edi Rama, në mënyrë që të sfumojnë procesin një antar një vot që zhvillohet tek partia opozitare dhe mungesën totale të tij tek partia tjetër, partia e krimit, merren me procesin e partisë opozitare. Kërkojnë me çdo kusht t'i krijojnë kandidat, madje edhe ata që kanë themeluar vetë parti tjera, kanë themeluar parti e tjerë, personazhe të vërteta të realizmit fantastik të Garcia Marquezit apo ndonjë shkrimtari tjetër të kësaj zyme. Dhe i kërët fundit, pak më të parë,
kandidati apo aspiranti për kandidat që më pas u përjashtua nga KOKO, Ervin Saliani, ka dërguar një letër Partive Popullore Europiane dhe drejtuesve të Partive Europiane të Qendrës së Tjad, ku thotë se në PD po azësojnë standardet demokratike dhe pluralizmi i brendshëm. A i drueni ju një krizë të marrëdhënie me PP-n pas kësaj letre ku pretendojnë fakte rreth garës së Partisë Demokratike? Partia Demokratike është antare e të gjitha këtyre institucioneve dhe ai që shkruan letër është një vetë përjashtuar nga kjo parti. Por ai natyrisht ka të drejtat. E ti mund të shkruaj letra ku të dojë, është i lirë, sikundër, është i lirë të drejtohet organeve të partisë, gjykatës partisë, ku të shpreh ankesën, megjithëse ai u vetë përjashtua. Zgjodhi vetë përjashtimin. Ndaj dhe letrat e shkruara nga zyra e Edi Ramës apo ndonjë tjetri nuk kanë asnjë vlerë për Sali Berishën. Secili mund shkruaj letra. Tjetër, kaq. Faleminderit.